unë kam pritur që do të mirëpritet një involvim i tillë, ku unë kam kërkuar që të gjithë deputetëve t'ju përcillet kërkesa ime për të formim të komisionit, nuk ka asnjë arsye të vetme që partitë politike të bllokojnë formimin e komisioneve. Kushdo që ju thotë ndryshe është duke ju gënyer. Dhe as nuk ka ndonjë komplikim për krijem të komisioneve, t'jeni të sigurt. Nuk ka ndonjë komplikim. Kushdo që ju thotë që është e pamundur, është duke ju gënyer sërish. Kështu që ne kemi bërë si presidencë iniciativë, nuk është mirëpritur nga ana e disa njerëzve në sindikat që është për keqardhje. Ne kërkojmë që të respektohet ligji. Ne kërkojmë që të formohen komisionet urgjentisht, sepse kuvendi tashmë është konstituar, këto çështje është dashur me u krye shumë më herët, dhe jo vetëm për çështjen e pagave të RTK-s, por edhe për shumë çështje tjera, dhe po ashtu i bëj thirrje sërish deputetëve të kuvendit të Kosovës, të gjithëve, pavarësisht për cilën parti politike po flasim, sepse edhe herën e kaluar kanë folur për të gjitha partitë politike, jo vetëm për disa. Të gjitha kanë përgjegjësi në kryerjen e këtyre punëve, pra përsëris thirrjen time që ta votojnë planin e rritjes, që ta votojnë marrëveshjen me Bankën Botërore, janë 1 miliard euro për qytetarët e Republikës së Kosovës. Është gati 1/4 e buxhetit të Kosovës, nuk ka asnjë arsyeshmëri që të bllokohen këto procese apo të shtyhen për të ardhmen. Kërkohet një vot e tyre në interes të Kosovës për të gjitha këto çështje. Pra, nuk ka ndonjë filozofi të komplikuar aty në krijem të komisioneve. Gjë më të thjeshtë se sa kjo nuk ka.